Në qoftë se ekstremi më i madh i mundshëm, kur po flitet moshulet e këja, më duket pak absurde, po ta tham shumë sinqerisht, sepse nuk u shua këja, e të mendohet të shuhet LDK-ja. Mundet me ra përqindja, mundet me ra numri, po nuk mund të mendohet që LDK-ja të shuhet si subjekt politik. Spaku jo për një periudhë afat shkurte, afat mesme, afat gjatë, nuk e di çka ndodh, se ndryshojnë rrethanat. Por prapse LDK-ja mund të ketë rënje të numrit, ajo në rënje mund të shkojë te lëvizja vetëvendosje, edhe a di çka po krijohet tash Visok. Me LDK-n edhe me hyn marrëveshje dhe me nejt aty në sallë, me abo kur me pra presidentin s'po mundet me zgjedh. Do thotë, qëllimi që ta është le ta bojnë edhe 5% LDK-n. Farë që po shprehim kështu, edhe 5% ta bëjnë LDK-n. Tash kanë met një alternativë. I pëlqej si pëlqej sot për sulmojnë se LDK-ja po shkoj ka me PDK-n. Po studiu dhe jemi, ka me qenë tash të vetëvendosja që ka me lut PDK-n, mu bë bashkë me proceset përpara. Ose le ta ndrojnë, të lutem. Ose le ta ndrojnë kushtetutën edhe sistemin zgjedhor, ose le të mblidhen bashkë, le ta zgjedhin çështjen e presidentit në mënyrë tjetër, por edhe këtë herë, zotri Kurti mbase, në qoftë se unë kam shumë dëshirë me ja dhënë edhe 4 vite qeverisja, kam thënë dhe rritheksoj, sepse vetë puna pushtetit konsumon. Do thotë, le t'ja japin mundësinë edhe një herë, mirë 6 vjetë shkun që shkun, po le t'ja japin po e me një 4 vjeçar. Ka me ardhur dita që partitë edhe për koalicion për qeveri, jo tash që ka komoditetin zotri Kurti. Në zgjedhjet e ardhshme, jo tani këto që po flitet shumë shpejt, se vërtet është absurde, po mbas një 4 vjeçare, vërtet partitë politike kanë marrë për një koalicion për qeveri, jo domosdoshmërisht për presidentin. Ju le t'ja japin ja ka dhënë qytetarë atë mundësi. Ka. Për qeverisë, sepse e qeverisë. Rregull dhe le të vazhdon si jam të 53 deputet prej 100 shqiptarë, ka shumë. Le të përfundohet edhe çështja e presidentit që ka një diskutim. Nëse problemi që po ngatrohet. Zgjedhja e presidentit duhet i paraprij zgjedhjes e qeverisë. A do për Formulën e presidentit ja ka një diskutim sot që nëse zgjedhja e presidentit duhet i paraprij zgjedhjes së qeverisë. Këtë desha ta thoja. Sepse dojnë seriozitet me bë vërtet e kanë seriozisht mos me shkon zgjedhje, kanë me zgjedhje brenda ditës. Nuk mendoj që është ashtu ajo. Kemi 60 ditë nga konsiderimi i kuvendit, ata mund ta bëjnë qeverinë sepse i kanë votat, s'ka problem. Po dhe s'ka marrëveshje, duket në horizont se po sikur të ishte mund t'i bëjmë rana ditës. Kanë 60 ditë. Të trija me rana ditës do t'i bëhen sikur kishte një marrëveshje. Nuk pyetje të fundit